Si është ky instrumenti? Në çdo fillim mbledhje, mbasi njerëzit janë sqaruar me çfarë do të thotë, dhe jesh 100% i angazhuar dhe i përfshirë me dëshirën entuziaste për të marrë pjesë në një takim ku merren vendime, ku njerëzit e duhur janë atje, ku secili e di mirë për çfarë do të jetë ky takim, për çfarë do të jetë kjo mbledhje. Dhe ku ne e dim që nga kjo mbledhje me siguri do të merren vendime për 1 ose 2 pyetje që do diskutohen. Është pikërisht kjo forma kur ti kupton dhe bën një vetvlerësim që ne e bëjmë anonim, në të cilin ti merr vesh që ka njerëz që ndofta këtë gjë e din. Çfarë ndodh nëse personat nuk janë entuziast? Zakonisht është nuk kanë njohuri pse thirren në një mbledhje, nuk dinë kush do të jetë në mbledhje, pra nuk e dinë nëse do diskutojmë një temë dhe nuk kemi vendimarrësit e duhur atje, nuk dinë nëse kjo gjë që po bëhet ka lidhje me detyrat direkte të tyre ose jo. Nuk di nëse kjo përfshihet në përshkrimin e detyrave të tyre apo ata duhet të jenë atje vetëm për të zënë vend, dhe janë pikërisht këto mindsete, janë këto mendësi, janë këto gjendje të mendjes sonë kur futemi në një takim, kur ne djegim një kohë pune ose investojmë në një kohë pune, është pikërisht kjo që unë e quaj termometri.